Po vazhdojmë sërish ne të flasim për Bigun dhe na të merr vala, domethënë zjen rrjeti. Nuk e keni iden sa mesazhe më vjen. Pse bën sikur s'di gjë ti? Se ti je aty. Ne jemi te Arena. Ne të radio se marrim vesh. Do ju mungoj? O nga portalet, o ditën që nis prajmi i parë, se çfarë ndodh. Nëse hy? Nuk do na mungosh. Me vërtet? Se do çmallemi duke të parë. Do ju përmend. Po. Okej. Mirë pa. Ka gjatë dia, gjatë dia do ju mungoja, nëse do hyja. O zot, ka problem. Po mund të them po burrive, Të kanë treguar dashuri të shtëpisë? Po dashuria juaj vlen njësoj sa të shtëpisë, do ta vërtetoj. Ja, u preke tani. Tani në këtë pjesë të dytë do të flasim për lajmet, të cilat kanë qarkulluar dhe kanë bërë namin. Një ndërto ishte edhe një batutë e lehtë në program, të cilën do ta sqarojmë vetëm pak minuta më vonë edhe me Arbrin, por gjithashtu është bërë shumë virale, edhe është shumë komentuar një përballje mes Beniadës dhe Aulonës tek përputhen pas disa komenteve edhe deklaratave virtuale që u bën disa muaj më parë. Unë e kam parë shumë pozitivisht si moment, po le ta ndjekim pak edhe e komentojmë së bashku. Çuna. Zemër, unë mendoj që secili për nesh ka karakteristikat e veta dhe secili ka mënyrë të ndryshme për të shprehur. Base janë njerëz që nuk e kanë gramatikën perfekte, por më mirë të flasësh me komunikimin e zemrës se me komunikimin perfekt, por me gjuhën e urrëties. Wow. Cute. Mirë. Do ta vazhdosh Aulona po. Ka qishta? E kemi? Jo, nuk Do ta kemi, s'është Aulona këtu? Duhet ta kishim dhe deklaratën e Aulonës në fakt. Aulona vazhdoi i qëndroi mendimit të saj dhe deklaratës që ka bërë dikur, pra një personazh publik mund të ketë një vend sigurisht në televizion, por sipas logjikës së saj nuk mendon Aulona që mund të jetë një, si më thon, main host, pra i një programi ku ka tema, ku ka personalitetet të ndryshëm të ftuar edhe ku gjuha duhet jetë më e qartë në komunikim. Si e pat ju, është komentuar shumë kjo përballje dhe ky takim. Me thënë të drejtën, nga të dyja gocat pash goxha ngrotësi kishte. Qytetarin komunikim, okej, mund t'jenë hedhur, pra secila po mbronte idenë e vet, por këto përballjet televizive apo këto përballjet në studio, edhe kur ti ke një bif me dikë, janë shumë interesante apo jo, Niko? Më pyet mua. Të pyeta, sapo të pyeta. Të freskët fare. Po more, po unë mendoj se duhet jetë sa më profesionist, duhet jenë të dyja palët. Profesionist që ta kalojnë gjën në një intervizë dhe jo ta kalojnë personale. Dhe mua dhe pjesët e mia, por edhe me gocat, kur e pash më duk se do me thënë prisja, ato janë binjak shqiptar, prisja një luftë ndodhte aty. Jo, Aulona është Aulona nuk është natyrë konfliktuale. Jo, por është thëmbuese donjëherë. Por unë mendoj që nuk e ka pasur në sensin që mori flak rrjeti, edhe deklaratën që ka bërë. Jam i sigurt, jam i bindur për këtë gjë. Si natyrë. Jo, nuk e ka thënë për këtë gjë, se Aulona gjithmonë ka mbështetur njerëzit që, domethënë shqiptarët e ka bërë me mua, e ka bërë me Plot, e ka bërë me Sara Kolamin, e ka bërë me shumë njerëz që kthehen dhe nisin karrierën, edhe nuk e kanë gjuhën. Mendoj se ka qenë një opinion base i nisur nga një pyetje. Me mua për shembull nuk ka qenë kaq për Aulona, domethënë duke ditur edhe gjuhën time se unë nuk kam lindur këtu, nuk jam rritur këtu, edhe unë edhe kam patur këtë pjesën e gjuhës. Këto komentet. Po, edhe deri vonë. Jo, akoma i kam ndonjëherë, domethënë nuk komentojnë kjo s'di shqip ose kjo s'di të flasi. Dhe të bën përshtypje se realisht secili ka karakteristikat e veta, siç thotë Benjada, domethënë secili ka diçka speciale. Të kam speciale unë, që unë kam ardhur nga jashtë, kam pak tekst, kam pak dialekt, po që kjo më personifikon. Mua Benjada si personazh më pëlqen shumë, domethënë në sensin ka një dolçeca amore në ekran, por e gjithë situata u krijua nga një pyetje në një intervistë dhe po flitet për televizionin publik shqiptar në fakt.
Un kam një pyetje për lejin, nuk e kam kuptuar kurse edhe un kam marrë nga jashtë shtetit. Kur thua kam këtë veçantinë këto, më fal, pse un nuk e kam këtë veçantinë? Domethënë, pse disa njerëz nuk lodhin pak më shumë të pasmet për të mësuar pak më pastër gjuhën shqipe? Pse un e mora këtë iniciativë kur e kisha dëshirë ëndra ime më e madhe përveç që të bëhem një stilist, ishte që un t'ju futem botës televizionit. Pra, i ka qenë një ëndër mbrapa në sirtar të koka ime. Pra, nëse më shikon mua në fillim edhe një lej në fillim edhe tani, kam përmirësim, kam shumë përmirësim. Edhe Benjada, po ta shohësh nga fillimi deri tani, domethënë ka goxha përmirësim, nuk mund të themi që nuk ka përmirësim. Po mund të ishte përmirësuar më shumë, po, okay. Edhe unë mund të isha përmirësuar më shumë, po thjesht ti lej do merrje një program i cili është me tematika të ndryshme, me profesionistë të ndryshëm, për ta drejtuar edhe pa patur asnjë lloj ndrojtje drejt kësaj, pra me gjithë sigurinë që ke, edhe ti dhe Benjada, sigurisht që Benjada. Sigurisht që Benjada e ka bërë edhe në këtë fazë po, do merja një emision, nuk po them emision prime time, absolutisht jo. Po do një emision me tematike të ndryshme, po, pse jo, do e merja përsipër. Për të shpjeguar gjuhën shqipe. Gjithmonë këtë pikpyetje kam pasur se nuk dua të gjykoj njerëz apo njerëz që nuk kam shumë miqë edhe në grek gishtin, e kam dhe tek Sara ime, te Sara Kolami që ka të njëjtin defekt. E ka me theksin grek. Nuk e pranoj dot të tjerët që e kam pak të vështirë, edhe unë e kam pasur të vështirë dhe jam munduar të lexoj sa më shumë. Jo për treguar njerëzve që unë tani kam mësuar, po pse ngecin këto njerëz? Pse e mbajnë akoma këtë si gjë, ndoshta u pëlqen, Niko, që ta kenë këtë. Elare, i pëlqen. I pëlqen të jenë këshilla Unides për mua ka thënë që mos e ndryshot folëren. Mua Lej më ka pëlqyer shumë në fillim, në fillimet e saj kur fliste gjysmë anglisht, gjysmë shqip, i këpuste ndonjë dialekt shkodre. Bajagi mirë jemi në këtë program. Bajagi mirë. Jemi bajagi mirë atë moment. Edhe mendoj që ishte shumë e veçantë në atë lloj komunikimi me Po mirë, ti që na pyetën neve, ti çfarë mendon për këtë gjë? A duhet një prezantuese që nuk e flet mirë shqipen të prezantojë një prime time emision? Prime time, po nuk e vendos unë, vendos ata që e kanë zgjedhur. Si e mendon ti? Unë mendoj që nëse është në një vend të caktuar dhe i është besuar diçka, do të thotë që të tjerë e kanë menduar që kanë parë diçka tjetër. Pra, jo atë gjuhën perfekte, le të themi që mund të shoh unë apo mund të kërkoj unë tek një prezantuese, se sot me gjithë këtë larmi dhe ngjyra që kemi në televizion, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, secili ka një hapësirë të veçantë. Pra, kemi dhe variantin e televizionit italian ku shumë goca të huaja kanë ardhur në Itali dhe sot janë superstar. Belen Rodriguez apo Michelle Hunziker, domethënë që nuk janë italiane, por ju është dhënë hapësira sepse të tjerë njerëz kanë parë diçka më të veçantë tek ato goca dhe sot janë ndër emrat. Sofia Vergara, që se di shumë mirë anglishtën, po që Nice, tek ajo mendoj që është pak e bën vet atë, sepse po pra është e lezetshme, domethënë. Kështu që po Sofia është gjithmonë në rolin e saj, pra. Po, gjitha filmat apo akoma dhe personaliteti i saj është si në film. Ndjekim pak publicitet se do të kemi Arbrin për pak minuta. Mirë se erdhët. Alo. Ty të dëgjoja dhe zërin ton të ngrot, unë pranë doja. Ku je, more? Po si jeni, ma? Po ku je, Arber? Për mua i sa kënga, se të kuptova. Po për ty, more, për këtë do këndon të kjo zemra jon këtu. Na mungon, Arber, na mungon. Na kështë marrë malli për këtë zërin tuaj melodios. O Arber. Kur e thash për zërin melodios, në fakt... Jo, të Nikos, okej. O Arber, si do dukemi? Po të zëvëdënsojmë... Dënjësisht? Dënjësisht? Po pa tjetër, unë nuk e di se sa po, se si silleni me të ftuarat në studio, po besoj për pjesën tjetër, po më zvendçoni dënjësisht. Të janë ankuar të ftuarit për ne? Ja, është flirtos, Arbri. E vërtet. E mbajmë e vërtet. O Arbër, na ka marrë shumë malli.
Edhe mua shumë. Faleminderit për këtë ndërhyrje, edhe përpara se të kalojmë tek pyetja që të gjithë presim. Dua të pyes. E kemi bërë, po presim fëmijën për 9 muaj. O zoti më. Edhe kështu bën pastaj portalet Arbër, sonë ti. E tmerrshme. Arbër, si ja ke kaluar këtë periudhë, me çfarë je marr, çfarë po presim nga ti, se e di që ke qenë shumë i angazhuar, sa zbret nga një avion hipën tek një tjetër, edhe duam të dim rreth jetës tënde. Kam filluar punë stewardess, më kanë marrë me që jam shumë djalë i buzëqeshur dhe sille mirë me të ftuarat, kështu që më thanë hajde në avion me neve se do bësh më hajër në jetë. Në mesatarisht në një avion sa femra ngelen shtatzan nga ty në fund të klubit. Po çukur e hodhi si ide lej kraja, domethënë hodhi tavolin. Unë e mendova si idenë time të biznesit rrallë. Arbër, për te shakave, është bërë nami nga java e kaluar për një deklaratë, e cila në fakt është bërë 2 vite rresht dhe nuk pa me shaka, me shumë humor në këtë studio. Është bërë propozimi për 2 vite rresht dhe prapë s'kemi pa në gjë. Po, kështu që do më thënë si do ta zgjidhim këtë çështje. Si do ta kryejmë sa. Ja, patjetër unë e adhuroj lejm për të gjithë sinqeritetin dhe formën e çiltës që ka në komunikim dhe madje komplimentoj shpesh edhe live se është totalisht ndryshe nga çdo vajzë tjetër që mund të shikosh sidomos në ekran. Dhe patjetër që këtë çiltësinë vet vjen të bërit shaka, pastaj portalizimi shqiptare që me zi pret të marrë një fjali dhe ta zmadhoj të bëri atë gjurullin që bëri javën e kaluar. Por shiko se mbaruan me lejnë që bën kërkesën, pastaj filluan me ty që i ktheve përgjigje. Që ishte po prap me shaka. Unë isha duke bërë notë në që jam pajësorë, domethënë, edhe me qenë se hapi lojën thash lej, më vinin edhe propozimet e tjera serioze, domethënë, kështu që unë kështu i jap dorën lejë, domethënë se nëse s'merrte një ide seriozisht për të mbarshtuar rrafën shqiptare, domethënë tani kam regjistrin gati fal lej krajës. Arbër, domethënë në total ke qenë shumë mirë, domethënë këtë periudhë. Na ke munguar ta tham, por sa të ka marr malli ty për ne dhe duam të na vish edhe në studio në fakt. Patjetër, unë për mallin që kam kundrejt jush, kam shkruar disa poezi që kam bërë gati. Kam bërë një vëllim poemash dhe poezish që do ta prezantoj live tek ju në studio. Më vjen mirë. Jo javës që vjen, por mbas 2 javësh me shumë gjasa, se dhe javës edhe këtë ditë do më gjeni jashtë Shqipërie përsërim në punën time të re si stewardess. Por në momentin që do vinë në studio do ju shpalos dy poezi të dedikuara për juve të dyja vajza dhe çunat mos u vi hatri, por jo, nuk donim ne. Përse ne vetë të duam zgelemi dorë sa zan, kështu Antoni me qira fjala, jam një ndjekës i jot i të gjithë videove të tua që bën në Instagram. Jo, po e shikon nëse e ndjek me vërtet. Po e konfirmon. Nëse po të dua. Jo, s'po ka follow. Të shef. Skup, Arbrit nuk më ka follow. Nuk e ka, po e shikon, domethënë. Faleminderit, shumë faleminderit. Arbër, nuk jam aq i mirë. Залlamahia e një batute në humor e sipër, mori gjithë këtë vëmendje mediatike, por në fakt unë që jam dëshmitare okulare e portaleve. Po në fakt unë e di që është vërtet. Edhe marrëdhënies tuaj, po edhe tonë mbar, se nëse ju nuk e dini, edhe dikur, sepse unë dhe Arbri kemi qenë në të njëjtin Big Brother, kemi qenë në një koncert, na kanë fotografuar, sa atëherë ka pasur dhe paparac në kohën tonë. Dhe e kam akoma Arbër atë revistën që na bën të lidhur. Kemi dalë lidhur. Sepse po flisnim në vesh, ishim në një koncert në ambient të hapur, normalisht kur muzika është e lartë në vesh do flasësh. Edhe kështu që nuk ka asgjë në këtë dyshe, unë jam dëshmitarja okulare që nuk ka dhe nuk ka për të pasur, sepse Arbrin ne kemi
Zemër, e kemi Xhan, e kemi Shok. Shqyr si ishte koncerti Coldplay. Jo, Okej. fatkeqësisht. Jo, që kështu si e bëre mohabetin ti, nuk ka për të pas në herë se harbin e kemi të tredhur. Po pra se po shifja Lejn thash uaj. Sa ke deklarat. Unë mendova, Harbi ka prerë dhe nuk do ta bëjmë. Jo, çështja është këtu. E gjithë biseda ishte. Jam shumë e sigurt që secili nga ne me miqt e afër apo në humor i ka thënë. Jo, i ka thënë një shoku, dëgjoj, o zemra, nëse nuk jam martuar deri 30-a, martohemi bashkë. Dere tani qa po thua, tani po imagjinoj portalet titujt, Arbër, Çepani. I tredhur. Shokon, e kam prerë. E kam prerë. Unë po mundohesha ta hiqja pak këtë pjesën e batutave. Ju vazhdoni, ju doni vetë mor zemra, se unë doja ta shqetësoja pak situatën. Po thoja në për te shakave. Jep atë versionin protokollar tani. Jo, unë po jap versionin tim, atë që mendoj për ty dhe ti e di në gjithë këto vite që jemi shok bashk. Je një shok fantastik. E disa herë kam dëgjuar këtë shprehje unë Arbër apo jo? Je një njeri mrekullueshëm dhe jam shumë e sigurt që si me Lejn, si me këtë doj zemra jote do bësh fëmijë yje. Ja, me mua nuk marrojnë kështu këto shprehje, mbarojnë një si ty po jo ty, e kupton? Jo, se disi është kjo, je një shok i mrekullueshëm, është ai shkreti si çulla si as i gjë dhe po je një shok shumë i mirë, unë të dua shumë për njeriu që je, po. Dëgjoj, tani unë do të tjetrit. Pra Lejn e ke Xhan dhe shoqja, që ta sqarojmë një herë mirë. Ne të gjithë jemi motrat e vlezër. Po. Edhe nuk jetojmë në Alabama, ka rëndësi. Arbër. Kështu, po, jemi shok dhe shoqe deri. Shok për ashtu, si thua, më. Deri mbas 35 vjeç të Lejt. Po. Dëgjoj, tash 25, kam kohën 10 vjet. po, do presësh një 10 vjet. Dhe me qëra fjala Lej tha që Arbri nuk ka ndërmend të martohet. Në fakt ti ke? Unë nuk e di, se jam punë të Zotit ato, se jam punë të mia. Domethënë e kishte fjalën jo tani shpejt të paktën. Po, jam punë të Zotit, nuk e di. Ndoshta zgjohem një mëngjes shtyp ashensorin, futet në ashensorin njeriu i jetës që se kam menduar kur edhe ju surprizoj të gjithë, kështu që mezi po pres, se ti festat i bën shumë të bukura, kështu që besoj. Edhe dasma do jetë shumë hallakatëse për të gjithë. Kështu që kujdes kur futet në ashensor me mua, se mund të jetë gruaja. Kur ti jetës, mund ta bëjmë aty në vend atë fëmijë që ka. Ashensorin ku e ke? Pyes për një shok. Ato do thoya, kush e di çfarë rrave do ketë ashensori tani ar. Po, kam bërë kërkesë për një ashensor më të madh që të ecë përpara me kërkesat. Për te shakave të kemi Xhan shumë dhe ti e di. Ka marrë malli. Ju dua shumë. Edhe të presim në studio edhe me shumë sukses në çdo gjë që ti po bën, se jam shumë e sigurt që ke bërë ca gjëra të mira. Faleminderit shumë. Fëmijëve dhe me zi po pres të festojmë suksese bashkë pastaj në Oqean Paqësor dhe e morëm ftesën, absolutisht. Në vend ekzotike. Më vjen shumë mirë. Ngjan me semanin apo fare? Me bishpallën më shumë. Me bishpallojnë. Ngjan më shumë. Arbër, shumë faleminderit. Ju put shumë dhe më vjen shumë mirë që jeni mirë dhe shpërndarni gjithmonë pozitivitet, kjo ka rëndësi domosdoshmë. Të kemi Xhan edhe sukses. Love you so much. Do shihemi shumë shpejt, gjithë të mirat.